Kryetari Totaj pohon se mesazhi nga SBA është se ne duhet të qëndrojmë shumë afër tyre, duhet të bashkëpunojmë dhe t'i dërgojmë edhe sugjerimet e tyre, se ne si shtet e kemi pasur edhe ndihmën e madhe nga SBA dhe Bashkësia Evropiane. Përndryshe do ta kishim shumë vështirë, pohon kryetari Totaj. Po mesazhi është shumë i qartë se ne duhet të jemi shumë afër tyre, duhet të bashkëpunojmë me ta, duhet të ndëgjojmë këshillat, rekomandimet, sugjerimet që na vijnë nga miqtë tanë, sepse e dimë se pavarësia jonë është një pjesë e madhe e autorësisë pikërisht nga SBA-ja edhe nga vendet evropiane, edhe ne si shtet, si qeverisje lokale dhe nacionale do duhet të ishim më të gatshëm të ndëgjojmë, të bashkëpunojmë edhe të marrim seriozisht këshillat edhe sugjerimet që na vijnë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përndryshe pa përkrahjen e tyre do të kemi shumë vështirë. Kurse sa i përket mesazhit të kryetarit Totaj për qytetarët e Prizrenit janë ata që bëjnë dallimin. Qyteti i Prizrenit si mozaik i traditës duhet të jetë si shembull në vend, kurse dua të them se ne si qeverisje lokale do të jemi në shërbim të tyre. Për qytetarët e Prizrenit mund të themi se ata janë ata që të bëjnë dallimin, dhe qyteti i Prizrenit si një mozaik i vlerave është një shembull se si duhet të funksionojë tër Kosova, sepse ne e dim që kemi një diverzitet këtu, por po ashtu e dim që nuk kemi tolerancë, por kemi bashkëjetesë edhe përqafim të gjitha vlerave. Prandaj unë i përgëzoj qytetarët e Prizrenit, i falenderoj për nivelin e kulturës dhe civilizimit që i kanë tregu edhe që po e tregojnë çdo ditë, edhe i siguroj se qeverisja lokale do të jetë në funksion të plotësimit të kërkesave tyne edhe të ngritjes së cilësisë së jetës, edhe të bëjmë Prizrenin shembull jo vetëm në Kosovë, po edhe në rajon edhe më gjatë. Sepse Prizreni ka shumë vlera edhe e meriton. Faleminderit shumë kryetar. Faleminderit edhe juve. Prandaj Prizreni duhet të jetë një shembull në Kosovë e më gjerë, sepse dhe i kemi parametrat dhe mbi të gjitha i kemi qytetarët e kulturuar e tradicional. Liri me ju në çdo iftar.